Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Teras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shpreu shqetësim për blokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, që mund të ndikojë dhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu përshëndetet heqja e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe ritheksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtësinë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për te ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi i detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijojnë sa më shpejt që të jetë e mundur. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se aktualisht çështja e anëtarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Self i kërkoi ta mbështesë anëtarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se anëtarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbinë. Gjatë debatit në emisionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë e mirë për mëtutje. Dhe duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po. Dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti. Ekonomi. Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur 3 thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës e-Kosova. Mimoza Kusare Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri i Detyrës Industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digjital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve, një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial. Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjendta, të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të 2 fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmeti Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime ka rëndësi të veçantë për shkak të erozimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrës së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmeti Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e Departamentit të Tregjeve Monetare dhe Kapitalit në Fondin Monetar Ndërkombëtar
Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shaini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të ricikluara dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit, eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionësh e miliardësh, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjendet parat, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambulesë, deklaroi Shaini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik. Sociale. Qeveria në detyrë e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahas asaj, me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje e mjeteve buxhetore në një shumë për rreth 400.000 euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje e mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 153.000 euro me qëllim realizimin e 3 aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nisëm që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershor hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri në detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parasheh funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Thellohet bashkëpunimi i policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, nënshkruhet marrëveshja për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive e parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast, drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës, kolonel Gazment Hoxha, i shoqëruar nga stafi i lartë, po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Haradinaj tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këtë kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore. Politik. Vijon përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmira Elezi njoftoi mbërritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni. Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta. Ato janë vendosur në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre. Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu, nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve, për votimin me post jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përfaqësi diplomatike 28.850. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60, numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.543 vëzhgues. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.